Sa me fat që jemi ne shqiptarët që kemi yje si puna juaj që na përfaqësojnë denjësisht në përbot. Si ndjeni Larer? Shumë mirë, ndjen shumë mirë. Pak i ndrojtur sepse është hera parë me publikun shqiptar. Kështu që gjithmonë hera parë është pak si më e vështirë, po megjithatë unë ndjeva shumë mirë. Ishte me vërtet eksperiencë shumë e bukur. Okay. Duar trokitjet këtu në Shqipëri si janë? Mund të uleni? Po, si që shihni edhe vetë në publiku shqiptar është shumë i ngrohtë. Domethënë e ka dëshirë artin edhe e dashuron atë. E dashuron atë dhe ne si artist na vjen kjo dashuri, kështu që normal që është diçka shumë e bukur. Laer, di që ti ke lënë futbollin për baletin. A mendon se do kishit shkëlqyer edhe në futboll kështu siç po shkëlqenin balet? Atë nuk e di, po që me siguri nuk kam asnjë moment që dyshoj për zgjedhjen që bëra, sepse pata fatin që çdo gjë heci shumë mirë, sepse baleti është një ambient shumë i vështirë, me një nivel shumë të lartë, që me të vërtet tani niveli artistik, si në çdo gjë, po arrin një perfekcion, kështu që për ne është gjithmonë më e vështirë. Kjo ka rëndësi që ju keni bërë zgjedhjen e duhur, pra. Jam shumë i lumtur. Tani të pyes pak për dashurinë. Dim që jeni i lidhur. Cili nga ju të dy ka bërë atë hapin e parë? Cili nga ju të dy ka shprehur dashurinë i pari? Hapin e parë, të dytin, tretin, katrin, pestin, i bona gjithon. Bravo! Po me gjithatë kam qenë gjithmonë një djalë që më pëlqen të shkoj unë drejt vajzave dhe një farë mënyre është një luks sepse i zgjedh vetë. Bravo! Dhe keni bërë zgjedhjen e duhur. Po, a keni frikë ju nga fjala për gjithmonë? Ju trem kjo fjalë? Fjala për gjithmonë me hamendje që trem gjithë. Domethënë fjala për gjithmonë është diçka shumë sublime dhe gjithë kemi frikë. Po megjithatë, unë kam pasur një fat të madh që prindit e mi sot e kësaj dite i shoh në sy që dashurohen akoma dhe domethënë e kam parë si realitet, ekziston. Ekziston. A mendon se vajza që ju keni në krah është e duhura? Derisa jam me të, me siguri. Ndoshta gabohem, po unë jam i bindur që ajo është. Bravo. Me vërtet mua më emocionuat shumë. Mendoni ta çoni këtë lidhjen tuaj në një hap më përpara? Projekte janë gjithë ato, domethënë që nga projekti për të pasur fëmijë, për të martuar, për të bërë një familje. Wow, sa romantik. Domethënë projektet janë kokë. Tani për momentin jemi të dy balerinë. Është Unazën dorja ke vënë? Jo, akoma. Po kur do ja vesh pra? E kam dollap, po lën. Oh, po, mund të bësh një propozim kështu live, do jetë shumë i bukur. Kështu që të shohim, domethënë çdo gjë është në të ardhmen. Shumë mirë, më pëlqen shumë fakti që je i ri dhe ke emocione shumë bukura dhe që i shpreh me ne. Kjo ka shumë rëndësi. Të merr malli për Shqipërinë? Shumë. A e mendon të kthehesh këtu, të rish këtu, me familjen tënde, me të afërmit e tu, me... Faktikisht nuk asnjëherë, në jetën time nuk e kam hequr komplet opsionin e rikthimit në Shqipëri. Edhe me Beatrice gjithmonë domethënë edhe kemi folur sepse faktikisht të dy në një farë mënyre jemi refugjat, sepse edhe ajo është spanjolle dhe jeton atje. Kështu që gjithmonë kemi menduar atë idenë se ç'do bëjmë, nëse do vazhdojmë të rrijmë atje ku jemi, nëse do shkojmë në Spanjë ose në Shqipëri apo në Itali apo në Gjermani, domethënë, kështu që është një nga opsionet. Sido që jetë puna, jam i ndërgjegjshëm që opsioni i Shqipërisë është opsioni më i vështirë,
vetë faktin që në jetë puna është diçka shumë e rëndësishme, domethënë të paktën siç e shoh unë, është diçka që unë do ndjek punën, në qoftë se nesër pas nesër më jepet mundësia të vi në Shqipëri për të bërë një projekt interesant që më pëlqen, pse jo, me gjithë qef. Bravo. Faleminderit shumë, ishit mjaft i sinqert dhe unazën mos harro. Aty e kam. Tani është momenti i një inserti tjetër, do të shohim pak Leartin në gara me makina. Po mirë, del shumë shpesh, ka? Kur kom një qiko? Është barka jote, jo? E kemi morë për qef, me që sot në ke arti. Faleminderit. Dalim, shkojmë bëjmë një nga pasionet e mia. Do gjymë peshk? Po të shoh? Ke kap në njerë? Në njerë kem kap, inshallah po na del një gjë për sot. Po, hajde, ta provoj. Ta provoj, hajde. Dyqanet janë shumë bukura, por gjithashtu janë dhe shumë të shtrenjta, siç e di shumë mirë. Sidomos në këtë vend, në këtë shesh, afër këtij sheshit. Po, këtu jemi afër Hotel Ermitazhit, që është një nga hotelet më të mira, dhe normalisht janë dyqanet më të mira. Po e ndjek modën? E ndjek modën, normalisht nuk bëj shpenzime të çmendura për... Kërkon pak shi edhe nga Bea? Ti jep në një mendim? Normal që gjithmonë ke atë anën femërore që ka një gusto pak më të rafinuar që t'jep një mendim. Pastaj normal që kam edhe dëshirat e mia dhe zgjedhjen time, po që edhe ajo më jep atë mendimin e vet. Po tash e mora vesh pse ke zgjedhur Monte Carlon. Klima, natyra, Bregdeti, Formula 1. Edhe Formula 1, edhe ajo është një bonus. Kazinoja, unë nuk është se jam në një lojtar i apasionuar shumë, po që megjithatë disa herë për shkakun shok ose miq që vinë, kanë gjithë dëshirë të shkojnë një ditë për qef. Mirë atëre, sot me pamjet filmike, me tregimet e protagonistit kryesor, profesorit të tij, ato që pam, kuptuam diçka të vogël, le të themi, nga talenti i këtij djali shqiptar, i cili jeton në Monte Carlo, por që ka kënaqësinë të vi në vendin e tij. Thuhet në botën e artit, thuhet. Unë nuk e di, për mua ka qenë kështu, po nuk mund ta përgjithsoj për të gjithë, që nuk ka gjë më të bukur se sa në një skenë të vendit tënd, me njerëzit e tu, të vi një tufë me lule nga mama jote. Duhet të jetë një moment i veçantë njerëzor. Për t'i përmbyllur këtë duar trokitje për zotërinë e ri Duraku, tufën me lule në emër të publikut shqiptar do ta sjell mama jote.
po zonjë, po këto lule do t'ja japësh ti djalit apo jo? O, sa gjë e bukur ishte kjo. I pëlqyen, i baji për vete. Ajde dalim një qikë për para. Se unë kuptova sot një dy gjërat vogla. Që ti me Zotin Duraku duheni akoma njësoj si shumë vjetë për para. Gjë e madhe është kjo. Kjo është gjë e mirë. E dyta, do të duhet të mësosh që spanjisht se mund t'i thuat asaj nusës në një fjalë kur t'na bëja të djalin shqiptar kur t'i vi si raja. E kjo është e dyta që di unë. Edhe e treta, shiko, unë jam prind vetë në bëjmë sakrifica, po kush në i di, nuk e di se të gjithë bëjnë. Po në fakt, ja ka vletur për këtë djalosh? Po, ja ka vletur. Mos më thuaj bua vetëm një fjalë, po ja ka vletur se... Që do të publiku pastaj? Ma e thënë drejtën, jam shumë emocionuar dhe një knajsi që kam djerë sot, që kam pa djalin këtu, sepse kaq vite e kam pa në skena, në Greqi, gjithande, po në vëndin e vetë, në atë vënd, ku kë mori mësimet e para të baletit, unë nuk e kam para asë njerë në skenë të kërcej. Sa e pam dhe sa bukur e kërcej. Dhe këtë knajtësi e mora falë televizorit tuaj Agon Qenë. A, majti zonjë, a, manë, më sa të mira i kemi. Të mamat, more. Jo nga Spanja, po dhe nga Madagaskari të kështë marrë dhe të gocët, a jo, si kjo nuk do bëhet asë njerë. Si tonat? Si tonat. Ne, duke falenderuar profesor Laqin, mamën, Jessicën, bukurashe të mënqur, publikun, i cili sot e ka dhënë atë dashurin që ne presim nga ju, motra që nuk na erdhi në skenë, do bëhemi mirë sot se do të po, Duart Rokitja është për ty. Ne do të takohemi përsëri javën që vjen me një tjetër artist deri atëherë.